kena me zgjedh presidentin me gjas kë do të jetë ndoshta prap një lloj imponimi juaj. Me këtë zotërim që ju quajti që ajo është vetën shumë analt në aspektin ekonomik, ke gjona tjera që mund më parafruaj të gjona. Pra a ka me pas një ndikim zoti Heguran Murati te kryeministri te zoti Kurti nesër në tavolinën e negociatave do prit. Se çdo qoftë se ban që të lëshim, atëherë na kanë me dal keq para qytetarëve. Pra nga prizma, nga aspekti ekonomik, nga aspekti juaj si ministër në detyrë, ç'ke po më intereson mua. Si ministër në detyrë i financave, brenga ime kryesore është buxheti. Dhe më lejoni të tregoj pse, edhe pse unë pata insistu dhe i pata lut opozitën me votu buxhetin e mos me na çu në zgjedhje pa buxhet miratum. Se tjetër gjë është kur opozita, qeverin, fuqi plot, refuzon me ja votu ligjet. Për momentin kur shpallet data e zgjedhjeve, më nuk ke betejë politike, betejë bëhet në fushat. Pra buxheti duhet votohet për interesa shtetërore. Me mos votimin e buxhetit dhe me këtë papërgjegjshmëri totale, opozita e ka sjell vendin buz rrezikut për kolaps total. Çepse? Na me 28 dhjetor i kemi zgjedhjet. Që pas sa ditësh. Minimum rreth 1 muaj na merr procedura. Në mungesë të ligjit për buxhet miratum, me legjislacionin në fuqi kemi veç 2 muaj. Si shtet që muj me përdor ndarjet buxhetore të vitit paraprak. Pra veç janarin edhe shkurtin. Deri me 28 shkurt ka buxhet për pagesa. Paga, pensione, fatura, shtesa e këto tjerat. Mas datës 28 shkurt, asnjë pagesë nuk mundet me u bë pa buxhet. Kjo është e para. E dyta është me datën 4 mars na duhet me zgjedh presidentin ose presidenten e re. Nëse nuk zgjedhet, duhet mu shpërndaku vendi apo jo. Kjo tregon edhe një herë. Kjo tregon që na para këtyre 2 datave, e mundësisht para datës 28 shkurt, duhet me pas edhe qeverin e miratuar, edhe buxhetin e miratuar. Por, në historinë e vendit tonë, veç një herë ka ndodhur që për një kësi afati me u formu qeveria. Në gjitha rastet tjera, formimi i qeverisë ka zgjat më tepër se 3 muaj. E ne nuk i kemi 3 muaj këtu. I kemi 2 muaj e 4 ditë. Pra për 2 muaj e 4 ditë, vetëm një herë ka ndodhur me u formu qeveria. Ka qenë viti 2021. Kur lëvizja vetëvendosje i ka pas mbi 50%. Pra ju thoni që garancia e vetme në këtë zgjedhje. Tash po i vloni pak impresion për të gjithë qytetarët, e sidomos edhe për zyrtarët publik. Pra që varen nga pagat. Garancia e vetme që të kemi qeveri të miratuar, edhe buxhet miratuar para datës 28 shkurt, e të vazhdoj pra funksionimi i shtetit, është që lëvizja vetëvendosje të ketë mundësi. Është domosdoshme, nuk është vetëm dëshirë. Sepse ne kemi pas raste, besoj edhe në të kaluamën, ju kujtohet në vitin 2019, kur ne kemi garuar zgjedhjet e 6 tetorit, ne me LDK-n veç kemi pas koalicion të paralajmëruar edhe në fushat, apo jo? Qartë. Qysh para se me u bajt zgjedhjet, ne patëm deklaruar që do të kemi koalicion, le të bëj kryeministrin ai që merr një vot më shumë. Por ju kujtohet sa gjatë ka shku formimi i qeverisë. Ka miliona pyetje tek puna dhe mirëqenie sociale, por njëherë tjetër shpresoj që do të kemi këtu. 2 çështje i dua. Mund të marrim një premtim çfarë do të ndodh me çështjen e idesë që pensionistët duhet të lajmërohen çdo 6 muaj. Vazhdon një praktike e cila na ka mbetur e që është në fakt shumë diskriminuese kur flasim për të moshuarit tonë. Edhe këta që janë me pension invalidor, por sidomos këta, po mendoj, sidomos këta me pension invalidor, duhet shkojnë çdo 6 muaj. Ekziston një lloj kështu ministër postjerash, duke qenë në emisionin e mëngjesit, e ndjejnë sikur po shkojnë dhe lajmërohen që duhet të jetojnë edhe 6 muaj të tjerë. Tash, ky obligim ka qenë edhe më përpara. Ka qenë gjithmonë. A mund ta ndryshojmë, a mund të bëjmë diçka? Si mund ndryshohet kjo? Sepse këtu janë 2 probleme. Fillimisht ka qenë problemi i mos raportimit të rasteve kur ka vdekje. Na ndodh edhe tash her pas here. Sepse nuk është domosdoshmë eficient apo efikas sistemi ynë, e ka raste edhe kur ka vdekje jashtë shtetit. Pra dërgohen për shërim, vdesin atje, pastaj mungon ai përmbyllja e atij qarku të njoftimit. Por një problem tjetër pastaj që është përveç rasteve të vdekjeve që nuk lajmërohen, është edhe rasti i personave që nuk jetojnë në Kosovë. E sidomos në shtetet e rajonit. Pra që jetojnë në shtetet e rajonit dhe nuk jetojnë në Kosovë. Sadopak ky obligimi për të paraqitur çdo 6 muaj
ka qenë një lloj mase